të shfrytëzojmë ditët e mbetura të Ramazanit. Të shfrytëzojmë në maksimum sikur të jenë dita e fundit e jetës sonë, sepse në të vërtetë mund të jetë dita e fundit e jetës sonë. Ne nuk e dim ku na vjen fundi dhe e xheli. Pra në maksimum në çdo ditë të përkushtohemi me të gjitha adhurimet që përmban ky muaj. Me agjërimin, me namazin, me Kur'anin, me sadakan, me fjalën e mirë, me këshillën, respektin ndaj prindërve, bamirësinë ndaj njerëzve, orientimin dhe udhëzimin e tjerëve, përhapjen e fjalës së mirë, përhapjen e madhështisë së Allahut subhanahu wa taala, të njësimit të tij. Robi Allahut, robreshe Allahut, kjo dynja është vendmbjellja e ahiretit. Kjo dynja është vendmbjellja apo ferma për ahiretin. Në botën tjetër nuk ka punë, ka vetëm korrje. Vendi i mbjelljes dhe vendi i punës është kjo dynja. Ndaj kur ta veprosh një punë të mirë, të kesh mendimin e mirë për Allahun subhanahu wa taala që ndoshta kjo punë do të bëhet shkak që Allah do të fusin në xhennet me mëshirën dhe mirësinë e tij. Edhe kur të zbukurohet gjunahu dhe ke dëshirën ta veprosh atë, atëherë tërhiqu dhe friksohu me mendimin se ndoshta kjo vepër mund bëhet shkak për futjen tënde në ndëshkimin dhe zjarrin e Allahut subhanahu wa taala.